Dua një koment tani dhe për një marrëdhënie që unë nuk po e kuptoj. Stine Miri, çfarë po bëjnë këta dy djem? Jo, realisht, ky çift vete. Miri e thash edhe pak dje gjatë live-eve, është emocional. Stine është një natyrë e kalkuluar shumë, edhe gjithmonë edhe në raport me famën ka vepruar ndryshe. I kalkuluar. Mirit nuk i është dashur që të djersisi për famën, sa i është dashur Stines që të djersisi për famën dhe Po lëre këtë pjesë, par kalkulimesh po bën Stina. Në qënë se ti thua që është tipi kalkuluar, çfarë po kalkulon, çfarë po llogarit ai djalë? Po llogarit që për Miri nuk ka vlerësimin që Miri ka për të njerë, fillon që këtu. Ka qenë nga ky moment ai do rri urt dhe do jetë më i egur në shpërthim se sa Miri. Sepse po ta shikosh në aq pak që flet ai dhe në aq pak veprime që bën ai është shumë i saktë nga të gjithë të tjerët. Po ta shikosh me vëmendje se faqimin që pati me Ledion. Me Ledion ishte Cilën pjesë? Për kë pjesë thua? Një praj më përpara.